Marrëveshja arritur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Maqedonisë së Veriut për tregti reciproke dhe bashkëpunim energjetik është një hap historik që forcon partneritetin ton strategjik dhe hap horizonte të reja për zhvillim ekonomik, thon nga koalicioni Vlen. Sipas tyre, eliminimi i tarifave doganore për mallrat amerikane në tregun ton është një sinjal i fuqishëm për hapje, konkurrencë dhe integrim më të thellë në tregjet globale. Ky është vizioni i qeverisë së udhëhequr nga Vlen, një ekonomi i hapur që krijon kushte për rritje të qëndrueshme, përmirësim të standardeve dhe nxitje të investimeve të huaja. Me këtë marrëveshje, ne jo vetëm që fuqizojmë klimën e biznesit dhe rrisim konkurrueshmërinë e ekonomisë, por edhe krijojmë perspektivë më të mëdha për punësim dhe zhvillim. Kjo marrëveshje sipas Vlen është një sinjal i qartë për thellimin e partneritetit strategjik dhe një konfirmim i mbështetjes së fortë që Maqedonia e Veriut e gëzon nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëveshja sipas Vlen trason rrugën drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të sigurojë tarifa jo më të larta se 15%, ndërsa për disa produkte dhe industri deri në 0%, duke hapur mundësi të reja për eksport, investime dhe rritje ekonomike. Me SBA-n si partner të besueshëm, Maqedonia e Veriut po ndërton një të ardhme më të sigurt, më të fortë dhe më të begatë, thuhet në komunikatën e koalicionit Vlen.